Kjo që shihni pas meje është nënkalimi përkëmbësor pranë qendrës tregtare Eastgate, një nënkalim që duheshte të ofrojë siguri për qytetarët, por sot ofron të kundërtën. Ky nënkalim përkëmbësor i vendosur pranë një prej zonave më të frekuentuara të kryeqytetit, çdo ditë përdoret nga 10 kalimtar. Ai shërben si lidhje drejt për drejt mes qendrës tregtare Eastgate dhe pjesës tjetër të lagjes, duke u konsideruar një kalim i domosdoshëm për lëvizjen e këmbësorëve. Por gjendja aktuale e tij ngre shqetësime serioze. Ndërkohë që në shumë qytete në të gjithë Europën dhe Ballkanin, kalimet nëntoksore janë disa nga vendet më të gjalla dhe funksionojnë si qendra të vogla tregtare. Në Shkup, pas dekadash përpjekjesh, ky koncept duket i dështuar. Pa ndriçim funksional me mirëmbajtje minimale dhe pothuajse i lënë në hares. Pikërisht për shkak të këtyre kushteve, kjo zonë është kthyer në një vend të pasigurt, sidomos gjatë orëve të vona të mbrëmjes. Ky nënkalim është ndërtuar para më shumë se 50 vitesh dhe ishte projektuar të funksiononte në mënyrë të pavarur. Pra, kostot e mirëmbajtjes së tij do të mbuloheshin nga marrja me qira ose shitja e dyqaneve brenda, dhe pronarët do të kujdeseshin për higjienën dhe dritën brenda. Ajo që rezulton sot është se jo vetëm që nuk e realizuan funksionin e tyre vetëmbajtës, por mezi kanë ndonjë funksion. Shumica e dyqaneve janë bosh dhe të braktisura. Hyrjet her pas here janë të mbushura me mbeturina, ndërsa qytetarët e shmangin për ta përdorur. Ndërkohë, gjendja e këtij nënkalimi mbetet alarmante, ku shihet edhe tavani i dëmtuar, mungesa e ndriçimit dhe shenjat e qarta të mosmirëmbajtjes, të cilat e bëjnë këtë hapësirë dukshëm të pasigurt për këmbësorët.